Lajmi i fundit. Ky është imami që u therr për vdekje në fshatin Zlipotok të Dragash. Ngushëllime familjes e inshallah dën Zoti ke shkun lula xhenetit. Unë nuk kam çka përzina në këtë pjesën se prej qysh ka ardhur rasti për me ndodhë vdekja e hoxhës, po duhem ja qit dokumente të islamofobave dhe të besimit më saktësisht krishterë. Definitivisht edhe më u gëzu vdekjes që ka vdek një shqiptar. Vesh të shtashe edhe të plot komente tira, po qëtu i veqova mas shumë. Pe ja u lexoj taj pastaj i kam do fjallë për këtë pjetë. Ne arab ma pak, inshallah për dit kanë ja. Aj nuk është shqiptar, tradhtarët s'kan vend në trojet shqiptare. Qërim hesap është në mes vetit, cili për kërcen më lartë për ta ka për Zotin. Definitivisht me këta njerëz kurre për jetë me më rri diçka s'kena. Por e që ne je fat njerë mi u gëzu e vdekjes një shqiptarit. A i një umëre normal, islamofobat një herë. Bile na e kena një të mirë bat mirë se jo. Sepse si pas menimit juv, inshallah nuk hinë gjëna one që bithëm të fjallë tek Allah i madhëru. Po ju menoni që Zoti u rinjallë, ju menoni që Zoti flen, ju menoni që Zoti ka djallë, ju menoni që Zoti ham buke shumë sen e tira. E që saj feje më qunë me besua, s'ju vjen marre bre Zoti ju denu. Ju gëzu vdekjes në njerit që është shqiptar si kur jo. Edhe që besa na muslimant jena ma shqiptar se gjithë se cili për juve. Bre Allahu dit vetëm njërën ma të keqe që ja këdhif, që kur s'jom lut njëtën tem për kërkën që shtu keq, po për juve që falni palidhje, e ofendoni shqiptarët musliman, e ofendoni fejen islam, Allahu ju dënoft në mënyrën ma të keqe që eksiston. Edhe menimin kur më ma hije kjo s'keni që feja e vërtet edhe rruga e drejtë është vetëm rruga Allahu të madhëruar. Në asnjë vend botës nuk ndodh me pas qështu përqamje për feje. Po quhen këta majmunat e ma qelin gojen e me folje rrës kësoj teme se për një me që të ma kini pru të folë për fejnë islame. Edhe kur s'kum ju lonë, gjithë kum ju demantu e remve, cëftina njerëz.